Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, në kuadër të hetimeve për korrupsion. Ndërkohë për biznesmenin Elman Abule, i cili akuzohet për pastrim parash në dosjen e Erion Veliajt, u la në fuqi masa arrest shtëpie. Avokati i kryebashkiakut, i cili nuk u paraqit në seancën gjyqësore, kërkoi zëvendësimin e masës dhe ofroi garanci pasurore, por togat e zeza nuk e pranuan kërkesën. Si argument të ri gjatë seancës, prokuroria e posaçme ka paraqitur faktin se apartamenti mbi shtëpinë e kryebashkiakut zotërohet në mënyrë të tërthort nga çifti Xoxa Veliaj. Në seancë ishte i pranishëm biznesmeni Elman Abule, i cili rezultoni i përfshirë në këtë çështje. Në seancë u dhanë më shumë detaje mbi progresin e hetimeve dhe hapat që do të ndërmerren nga SPAK në vijim. Prokuroria e posaçme ka informuar gjykatën që gjatë këtyre 2 muajve ka bërë 82 veprime hetimore dhe sipas prokurorëve nuk ka ndryshuar asnjë kusht për ndryshimin e masës së sigurisë. Ndërkohë gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik ora 12:00 për shqyrtimin e rekursit të Erion Veliajt për masën e sigurisë. Relator është caktuar gjyqtarja Albana Boksi. Më herët kjo gjykatë nëpërmjet shortit ka përcaktuar edhe kryesuesen e kësaj seance, e cila është zgjedhur Albana Boksi. Medi Bici dhe Sokol Bina janë anëtarë të tjerë të trupës gjykuese. Rekursi shqyrtohet në dhomën e Këshillit pa praninë e palëve. Gjykata e posaçme apelit ka miratuar gjithashtu dhe vendimin e shkallës së parë për sekuestrimin e apartamentit pranë banesës së çiftit Veliaj Xoxa. Ankues ishte biznesmeni Gentian Sula, në emër të kompanisë të cilit rezulton pronësia, por sipas SPAK ishte në përdorim nga kryebashkiaku. Apartamenti mbetet në sekuestro. Më 9 qershor, apeli i GKK la në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për kryebashkiakun e Tiranës, i cili kërkoi lirin kundrejt garancisë pasurore, por pa përcaktuar një shumë duke ia lënë në vlerësim gjykatës. Por gjyqtari Engert Pëllumbi rrëzoi kërkesën, ndërsa la në fuqi dhe masën e arrestit shtëpiak për biznesmenin Elman Abule, i cili ishte vetë në sallë. Kryebashkiaku i Tiranës është në hetim për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa ndodhet në arrest në burg prej 10 shkurtit. Përveç Veliajt, në gjykatën e lartë rekurs kanë paraqitur dhe 2 miqtë e Veliajt, biznesmenët Elman Abule dhe Shkëlqin Fusha. Pjesë e dosjes së korrupsionit është dhe Ajola Xoxa bashkë me biznesmenët e tjerë si Gentian Sulaj, Meriam Palushi dhe Fatmir Bektashi.